E kuqe për loperamid, që do të thotë nuk duhet të përdoret ose ndërpreh me njëherë nëse shfaqet një problem i tillë, është rasti kur keni fryrje të forta barku. Rreziku në këtë rast është prania apo ndodhja e ileosit. Ileosi është një sëmundje ku për momentin zorret humbin peristaltiken, pra lëvizshmërinë dhe aftësinë shtytëse të ushqimit. Shenjat e kësaj gjendje janë fryrje ekstreme barku, gazra, dhimbje të forta barku të shoqëruar me krampe, që në vetvete janë shtërngime të forta dhe të papritura në bark, frymarrje me erë të keqe, kapstek ose diarre, pa aftësi për të nxjerrë gazra, të vjella, e tjerë. Përdorimi i loperamid në një rast të tillë mund të rëndojë shumë këtë sëmundje. Kjo është një video e shkurtër apo shorts për të ndjekur të gjitha rastet me ngjyrë të kuqe, me ngjyrë të verdhë dhe jeshile të loperamid, barit aq shumë të përdorshëm për lehtësimin e heqjes së barkut apo siç quhet ndryshe diarres. Kërkoni në Google ose YouTube duke shkruar e kuqe për loperamid, e verdhë për loperamid ose jeshile për loperamid, ku të gjitha fjalët shkruhen bashkë, pa ndarje. Kështu ju do të hyni në kanalin ton Semafori Barnave dhe aty do të gjeni gjitha videot e shkurtëra dhe me informacion shumë të dobishëm për ju. Nëse e shikoni të vlefshme, bëni subscribe. Faleminderit.